SPA ka zhbllokuar llogaritë bankare të administratorit të Albanian Land Development pas hetimit të nisur për tjetërsim pronash në Zvërnec. Dy prokurorët e posaçëm, Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, vendosën të çlirojnë llogaritë e Redis Rrugës në një vlerë prej 195 milion euro, para të cilat kanë ardhur në Shqipëri me qëllim të investohen në zonë. Kompania e cila zotërohet nga dy sipërmarrësit e njohur nga Katari, vëllezërit Moutaz dhe Ramez Al Khayat, ka për administrator pikërisht Redis Rrugën. Sekuestroja erdhi pas dyshimeve se pronat në Zvërnec janë përvetësuar në mënyrë të paligjshme, por në më pak se 24 orë nga publikimi i lajmit, SPA ndryshoi qëndrim. Mesditën e së shtunës në Zvërnec, përballja e policisë private me protestuesit shkaktoi reagim të gjerë publik si dhe protesta. Prokuroria e posaçme nisi menjëherë hetimet jo vetëm për konfliktin, por edhe për mënyrën se si janë përfituar pronat për të cilat ka ende pretendime nga palët. SPA ka bërë të ditur se çështja ndodhet ende në fazë procedurale.